17 prill 2025, Shqipëria u zgjua me krisma 2 atentate të njëpasnjëshme tronditën opinionin publik. Në Lezhë u ekzekutua Gjovalin Prendi, babai i Rohan Brahimit, një ngjarje që ndodhi në mënyrën më brutale dhe e lënë ende pa përgjigje. Po atë ditë, në një tjetër episod dhunë e njohur i stradë luksoze G-Class, u qellua me armë zjarri pranë Lundrës, duke lënë të plagosur 4 persona, mes tyre 2 fëmijë. Dhuna kriminale nuk kursen askënd, as të rriturit, as fëmijët. Të gjithë janë bërë pjesë e një realiteti të rrezikshëm, kur endi duket luks i shkuar. Ndërkohë që shoqëria përpiqet të kuptojë arsyet dhe autorët, drejtësia po lëviz nga një tjetër front. Më 19 prill, prokuroria e posaçme SPAK lëshoi urdhër arreste për drejtuesin e policisë rrugore të Tiranës, Roven Zeka, si dhe për 2 zyrtar të tjerë të lartë të rrugores, Edison Tabakun dhe Sokol Novakun. Të tre janë vendosur në arrest me burg me akuzën për korrupsion pasiv, konkretisht për marrje e rishfeti me qëllim shmangjen e ndalimit të një personi të përfshirë në një aksident. Skandalet në polici megjithatë nuk ndalen me kaq. Një tjetër rast tronditës doli në dritë, ku një 14 vjeçar u denoncua se ishte arrestuar dhe më pas dhunuar në komisariat, pa përmendur shkarkimin e kupolës së komisariatit numër 2, pas arrestimit të ish policit Altin Morina, një figurë që përflitet për lidhje miqësore me Ilir Prodën. Kjo val ngjarje është dramatike, ngre një pyetje themelore: ku është drejtori i policisë Ilir Proda? Emrimi i tij u bë me shumë bujë. Proda u zgjodh si figurë e re e gjoja përmes një procesi konkurrues, por duket se dhe ai doli flusk sapuni. Në një kohë kur institucionet duhet të komunikojnë, të sqarojnë dhe të marrin masa, kreu i policisë është zhdukur nga skena publike. Asnjë reagim për atentatet, asnjë deklaratë për korrupsionin brenda radhëve të veta, asnjë fjalë për dhunën ndaj të miturve. Heshtje totale. Mungesa e tij është më shumë se fizike, është simbolike. Në një periudhë kur policia ka nevojë për reformim, për vetëpërgjegjësi, për llogaridhënie, drejtuesi i saj ka zgjedhur të zhduket. Ndoshta është në një konferencë ndërkombëtare për sigurinë e fëmijëve në hapësira urbane, ose ndoshta është duke hartuar ndonjë plan strategjik për ndërtimin e besimit tek qytetari, por derisa të flas, të paktën le të na njoftoj, është me leje, me pushime apo në fushat.